Aq për tepër kishte trajneri që ka trajnuar në Shqipëri, prandaj ishte më veçantë akoma. Nuk e di atë ka rënë ndonjëherë. Ti lidhesh rrugët me atë? Po. Një kuriozitet e imi, unë në 2006 kam qenë ke U19 e U17 e Dinamos, e momentin e parë që ka ardhur profesor Dalic ka thënë 3-4 element që na pa në disa ndeshje, nga i moment nga 2006 e ti, pastaj më thuaj se mora të rutimin tim që luajt edhe 21 vjet e tjera, po e thirrjen e parë që më është bërë në ekipin e parë të Dinamos, më është bërë nga Dalic, kemi qenë 3-4 vjet të tjera, një ndërtohet edhe Ferraj që më vonë pastaj luajtë në. Kuriozitet për ata që nuk e dinë, trajneri që çoi Kroacinë në finalen botërore 2018 ka trajnuar Dinamo në Shqipëri për 2 vite dhe pas ka qenë dhe trajneri Kadriut. Po, në momentin e parë që erdhi, domethënë një nga pikat që kishte ishte që donte 4 ose 5 lojtarë nga akademia. Edhe ndërkohë në ato kohë gjithë ekipet pothuajse kanë qenë me 3 portiera, në kohën që erdhi e bëri automatikisht duhen patjetër 4 portiera dhe